Përshëndetje të nderuar miq të mi, sot pranë jush do të sjell një histori tepër të trisht. Këtë rëfimin ma ka shkruar një vajzë e cila dëshiron të mbetet anonim, është nga Tirana, unë do ta respektoj, por ajo që do të dëgjoni, më besoni që do t'ju trondit në fakt të gjithëve. Letra fillon kështu. Përshëndetje. Unë dua të mbetem anonime. Jam një vajzë 27 vjeçare. Dhe kjo që po dëgjoni është historia ime. Një histori që ka mbajtur brenda për vite të tëra. Një histori që ka plagosur shpirtin tim, por që sot dua ta ndaj, sepse kam një mesazh të madh për çdo vajzë, çdo nën, çdo grua që e dëgjon këtë. Mos e humni kurrë forcën tuaj. Unë u linda dhe u rita në një fshat afër Tiranës. Aty ku njeriu rritet me punë, me zakone të forta dhe me rregulla të pashkruara, rregulla që rëndojnë më shumë mbi vajzat. Familja ime ishte shumë e ashpër, shumë e mbyllur, shumë fanatike. Në atë shtëpi, fjala e babait tim ishte ligj. Dhe unë isha vetëm një vajzë që duhej të zbatonte çdo gjë pa pyetur. Shkollën e lash në klasë të 5, jo sepse unë nuk doja, por sepse vendosi babi. Ai më tha, nuk ka më shkollë për ty. Ti duhet të punosh, të kujdesesh për vëllezërit edhe për motrat. Kështu është jeta, më tha. Dhe që nga ajo ditë, unë nuk pata më libra, nuk pata më klasë, nuk pata më shoqe. Pata vetëm punë, shumë punë, pata vetëm heshtje dhe pata vetëm bindje. Shpesh rria natën edhe mendoja, mos vallë fëmijët e tjerë jetojnë kështu. Mos vallë vajzat e tjera kanë frikën të flasin. Mos vallë jeta është vetëm kaq. Por askush mua nuk më dëgjonte dhe unë mësova që të hesht. Kur mbusha 16 vjeç, një ditë pa më pyetur, pa më parë në sy, babi më tha, do të fejohesh, kështu duhet edhe kështu bëhet. Atë djalin unë nuk e kisha parë kurrë, nuk e njihja, nuk dija as zërin e tij, as fytyrën edhe as shpirtin. Por në rrethin ku unë u rita, vajza nuk pyetej. Vajza nuk kishte të drejtën të thoshte jo. Vajza thjesht pranonte. Dhe unë pranova. Jo sepse doja, por sepse kisha frikën nga babai. Frikën nga fshati, frikën nga bota. Në ditën e fejesës unë nuk ndjeva gëzim. Ndjeva vetëm një boshllëk të madh, sikur po më ndaheshin ëndrat nga trupi. 17 vjeç u bëra nuse, pa e ditur ç'donte zemra ime. Një vit më pas, më tha që u bë koha, duhet të martohesh. Dhe kështu unë martova, me një djalë që unë ende nuk e njihja. Me një familje që nuk e dija se çfarë më priste. Në atë ditë dasme unë nuk kisha nuse. Unë isha një fëmijë që e kishin veshur me fustan dhe e kishin dërguar drejt një jete të panjohur. Kur hyra për herë të parë në shtëpinë e burrit tim, e kuptova se jeta ime kishte me u bë edhe më e vështirë, shumë më e vështirë.
Baba I burit tim kishte probleme mendore. Herë fliste me veten e herë bërtiste. Herë që ishte pa arsye, por ajo që më friksonte më shumë ishte dhuna e tij. Ai ishte agresiv, ishte kërcënues, ishte I pamëshirshëm. Ai më ofendonte, më poshtëronte, por edhe më godiste. Kunata më pyeti vetëm një herë, a të duket vetja nuse, apo të duket vetja shërbetore? Por askush nuk më ndihmonte, askush nuk ndërhynte. Në atë shtëpi, unë isha nuse dhe nuse do të thoshte punë, heshtje edhe durim. Çdo mëngjes në orën 5 më çonin për punët e arës. Pastaj shtëpi, gatim, pastrim dhe prap vetëm heshtje. Në darkë mbyllesha me vete në dhomën time. Nuk flisja me askënd, as me burrin tim. Nuk gjeja qetësinë, sepse ai ishte rritur me të njëjtat rregulla të ashpra dhe nuk e njihte fjalën mbrojtje. Kur mbusha 19 vjeç, ndodhi diçka që më dha pak dritë. Mësova se isha shtatzën. Për një çast më duk sikur dikush më përqafoi, sikur Zoti mi pa lotët që qaja natën. Ishte lajmi më I bukur I jetës time. Por bashkë me këtë gëzim erdhi dhe frika. Frika se mos fëmia im do të rritej mes dhunës. Frika se mos edhe ai do të shihte atë që e shihja unë. Frika se mos ai do të më shihte duke qajtur e duke u fshehur. Shtatzania ime nuk ishte e lehtë. Unë punoja deri në momentin e fundit të jetës. Shpeshherë më zinte të fikët. Shpeshherë ija e ulur në dhomë dhe mbaja barkun me duar duke I thënë, të lutem, ri fort. Mami është me ty. Pas 9 muajsh, lindi djali im. Ai ishte arsyeja ime për të jetuar. Ishte mrekullia ime. Ishte forca ime. Ishte jeta ime. Kur e mora në duar për herë të parë, unë u betova me veten, nuk do të lë të vuash si unë. Nuk do të lejoj të shoh dhunën në trupin tënd. Por jeta nuk më bë e lehtë. Dhuna vazhdoi, fyerjet vazhduan, punët u shtuan dhe unë shpesh nuk guxoja as t'i flisja djalit tim, sepse vjeri më thoshte, pse fol? Nusja punon, nuk flet. Shpeshherë mbylleshim në dhomë, unë qaja fshurazja im fshinte fytyrën me duart e tij të vogla, nuk e meritonte këtë. Dhe ditët po kalonin. Pikërisht kur djali im mbushi 4 vjeç, unë isha më raskapitur, e lodhur dhe haruar, por atë ditë ndodhi diçka që ndryshoi jetën time. Vjeri im në një nga ato shpërthimet e tij të çmendura mori një sopat në dorë, më pa drejt në sy dhe më tha, do ta bëj mishin copa. Mbeta pa frym. Djali im nisi që të qante I tmeruar dhe aty unë u zgjova. Aty e kuptova se nëse rija edhe një ditë më shumë, unë ose do të vdisja, ose do të shkatërrohej jeta e djalit tim. Nuk isha më vetëm një vajzë që duhej të binte të tjerët, isha nën, dhe një nën kur rrezikohet fëmia, kthehet në një ujkesh. Dola nga shtëpia, ishte një shi I rëmbishëm, sikur qielli po lahej nga mëkatet e të gjithë botës. Kapja djalin fort në duar, ai dridhej edhe unë dridhesha. Nuk kisha çadër, nuk kisha as një plan, nuk kisha as kënd, por kisha një vendim. Nuk kthehem më. U largova, ecja rrugëve të lagura pa ditur se ku të shkoja. Ecja vetëm përpara, vetëm larg, vetëm diku ku djali im do të më merrte frym pa frikë. Dhe në atë moment kuptova se liria nuk vjen me lehtësi. Liria vjen me dhimbje, me lotë dhe me shumë sakrificë. Më në fund të gjeta një qytet vogël, një vend ku askush nuk më njihte.
një vend ku mund të filloja nga e para. Fillova punë, fillova të marr frym, fillova të mos kem frikë nga zhurma e derës. Fillova të flas, fillova të jetoj. Djali im nisi shkollën, nisi që të qeshte. Nisi të mos zgjohej natën me ankth dhe unë çdo ditë falenderoja Zotin që më dha forcën të largohesha. Por lufta nuk mbaroi me kaq. Edhe pse u largova, edhe pse jam martuar, edhe pse kam fëmijë, babai im ende më thot, ti nuk duhet të kesh telefon, nuk duhet të kesh rrjete sociale, je vajzë, duhet të rish e mbyllur. Por unë nuk jam ajo vajza e trembur, unë jam nën, jam e lirë dhe jam e fortë, jam e gjallë. Nuk e di, mesazhi im për të gjithë gratë është, nëse po më dëgjoni dhe po kaloni dhimbjen dhe nëse jeni në shtëpi ku ofendojnë, largohuni. Në fakt kjo është historia e kësaj gruaje shqiptare e cila me lot në sy tregon tmerret që ka kaluar në martesën e saj të parë, por unë do kisha dashur t'ju them që jeta është shumë e bukur, në botë kemi ardhur të gjithë njësoj, askush nuk ka më shumë se tjetri, dhe kështu që le ta jetojmë jetën Zoti si na e ka dhënë dhe jo jetën si na urdhëroi.